Mimi Kodheli më në fund është dorëzuar. I është përgjigjur interesit të medias në lidhje me akuzat e pabazuara në dokumentin zyrtar të auditit të brendshëm që i bëri paraardhësit të saj Arben Imami. Por si është përgjigjur? Zonja Ministre, ku i bazuat akuzat tuaja të paraardhësit? Zoti Braçën kemi përgjegjës të këtyre temave. Kishit fakte kur e akuzuat zotin Imami? Po kam unë. Përgjigje që në fakt nuk ka asnjë përgjigje brenda. Por më keq akoma, gjithë këtë histori që zonja Kodheli e nisi me seriozitet dhe tërsellim të madhe, kur e shtoi 3 akuza super të rënda ndaj ish-ministrit që i dorëzoi zyrën, ajo tani e mbyll me ironi, por që në të njëjtën kohë pranon të heqë nga vetja gjithë përgjegjësinë për leximin e atyre akuzave të rënda. Përvënien në lëvizje të një historie denigrimi jo vetëm ndaj ish-ministrit Imami, por edhe ndaj 7 personave të tjerë punonjës të asaj ministrie. Përgjigja e saj sot është një tallje edhe për vetë prokurorinë e shtetit, që gjithsesi ishte e detyruar të bënte punën e saj e të merrte në shqyrtim një dosje që sipas Mimi do të ishte tërmet i madh në luftën kundër korrupsionit. Përgjigjet e Mimit me shok sot janë dëshmi e gjallë se si një ministër shfrytëzon karriken që i është besuar për të akuzuar me të padrejtë një kundërshtar politik, për ta denigruar atë dhe për më keq akoma, ta dorëzojnë organet e drejtësisë thjesht dhe vetëm me 3 akuzat të thëna nga ajo, por të pabazuara në asnjë shkresë zyrtare. As nga drejtori i emëruar nga vetë ajo në krye të njësisë auditit të brendshëm. Përgjigja e saj që nuk kishte asnjë përgjigje zyrtarizon se Mimi Kodheli akuzat e bëra nuk i ka të bazuara në prova, fakte apo grup faktesh. Akuzat, shpërdorim detyre, shpërdorim të kontributeve të shtetit dhe shkelje të barazisë në tendera, të bëra nga ajo më 9 dhjetor 2013, nuk gjejnë asnjë rresht të shprehur në raportin zyrtar të auditit të brendshëm të dalë rreth një muaj më parë. Raport që mjaftohet vetëm me rekomandime nismash ligjore apo masash të tjera organizative brenda administratës së Ministrisë së Mbrojtjes. Asnjë akuzë, asnjë masë administrative apo penale për askënd. Ky është raporti i firmosur nga Edmond Gori, i emëruar nga Kodheli vetë në krye të drejtorisë së auditit. Pas gjithë kësaj zhurme dhe akuzash, vetë Mimi sot e kalon me një të tallur. Zoti Braçën kemi përgjegjës të këtyre temave. Në një vend normal, kjo ministre sot duhej shkarkuar.